këtë vit, si viteve të kaluara, komunat janë duke u sfiduar jashtëzakonisht ka aspekti financiar. Edhe këtë vit, deri në këto 4 muajt e parë të këtij viti, komunave ju kanë marrë mbi 55 milion euro për zbatimin e vendimeve gjyqësore, ku shumica e këtyre vendimeve kanë të bëjnë me kontratën kolektive. Nga këto 55 milion euro, shumica e këtyre mjeteve janë marrë nga vijat buxhetore të cilat kanë qenë të dedikuara për investime kapitale. Do të thonë, shumë projekte, cilat kanë qenë të para me buxhetet komunale, nuk do të mund të zbatohen dhe në mënyrë të drejtë për drejtë kjo do të ketë impakt negativ në jetën e qytetarëve. Nëse qeveria, gjatë rishikimit buxhetit për këtë vit, do të thonë kurdo që do kemi këtë qeveri gjatë këtij viti, pas zgjedhjeve të 7 qershorit, duhet ta ketë si prioritet zgjidhjen e këtij problemi. Neve si asociacion jemi munduar përmes dialogut me nivelin qendror ta zgjidhim këtë problem. Mirë po deri më tani nuk ka pas asnjë rezultat sa i përket nivelit qendror, ka shik këtij problemi dhe çësja e nivelit qendror për ta zgjidhur këtë problem nuk ka qenë e drejtë. Do të thonë komunat janë duke vazhduar të dëmtohen jashtëzakonisht shumë për shkak kontratave kolektive dhe zgjidhje ende nuk ka. Në anën tjetër, edhe gjykata tona nuk po janë efikase sa i përket zgjidhjes së këtij problemi. Para disa viteve, mbi 26 komuna të Republikës Kosovës kanë ushtruar padi ndaj nivelit qendror për marrjen e padrejtë këtyre mjeteve financiare nga buxhetet komunale. Dhe në ato padi, komunat kërkojnë rimbursimin e mjeteve. Dhe ata nuk lypin shkakun e problemit, por zgjidhjen e problemit, sepse po dëmtohen komunat e Republikës Kosovës dhe ka që disa vite këto kërkesat komunave, të cilat neve konsiderojmë që janë të lehtëshme, nuk janë duke u zgjidhur nga gjykatat tona në Republikën e Kosovës dhe gjithashtu bëjmë apel që kjo çështje të mirret me prioritet nga gjykatat tona. Neve po e themi këtë sepse kur po vjen puna deri te paditë ngritura nga mësimdhënësit, gjykatat tona po janë shumë efikase. Mirë po, ka që disa vite që kërkesat e komunave nuk është duke i dëgjuar askush edhe në sistemin e drejtësisë në Republikën e Kosovës dhe kërkojmë angazhim maksimal nga gjykatat tona që ta zgjidhin, që të japin verdikt final këtij problemi, sepse komunat janë duke u dëmtuar jashtëzakonisht shumë nga marrja pa drejtë e mjeteve financiare për shkak kontratave kolektive. Edhe një herë po e riteksojmë, asociacionet dhe kryetarët e komunave nuk janë kundër kontratave kolektive, por janë kundër marrjes së mjeteve në mënyrë të padrejtë nga përmbaruesit, nga vendimet e gjykatave tona që shkojnë normal në favor të mësimdhënësve. Problemi i dytë, i cili këtë vit do të jetë për komunat ka aspekti financiar, është që niveli qendror nuk e ka zbatuar një aktgjykim të gjykatës kushtetuese sa i përket shtesave për përvojën e punës, dhe neve vitin e kaluar kemi pas një lloj dakordance me sindikatën e pavarur të administratës publike që zyrtarët publik mos fillojnë me ushtrimin e padive, sepse do i mirën komunave përsëri paret, edhe pse komunat nuk janë fajtore këtu, sepse niveli qendror nuk e ka zbatuar një aktgjykim të gjykatës kushtetuese dhe këtë vit shumë zyrtarë publik edhe në nivelin lokal kanë filluar të ushtrojnë padi dhe normal që për fajin e nivelit qendror komunat do të dëmtohen nga këto veprime. Ligji për pagat në ligji aktual thotë që për zyrtarët publik, të cilët kanë më pak se 15 vjet përvojë pune, masa e shtesës të jetë në 0.25, kurse për ata që kanë përvojë më shumë se 15 vite, masa e shtesës të jetë 0.5%. Mirë po, gjykata kushtetuese ka thënë që gjithë zyrtarët publik, masa e shtesës për përvojë të punës duhet jetë 0.5%. Dhe këtë nuk e ka zbatuar niveli qendror, dhe për vitin 2023, 2024 dhe 2025, niveli qendror nuk e ka parapar në buxhetin e tyre këtë masë shtesë për përvojën e punës, dhe tani zyrtarët publik kanë bërë veprime juridike ku përsëri komunat rrezikohen që mjetet financiare t'ju mirren padrejtësisht. Do të thonë këtu niveli qendror nuk e ka respektuar një aktgjykim të gjykatës kushtetuese, kurse bara financiare mund të bjerë në nivelin lokal padrejtësisht.
Edhe kjo është një barë shtesë për buxhetet komunale për shkak të mosbatimit të aktvendimit të gjykatës kushtetuese. Pra, e para kontrata kolektive, e dyta mosbatimi i aktgjykimit të gjykatës kushtetuese për përvojën e punës, dhe tani kemi edhe problemin tjetër, i cili ka lindur për shkak KCZ-s, sepse KCZ-ja edhe në zgjedhjet e kaluara, po edhe në këto zgjedhje nuk ka parapar mjete financiare për mbulimin e kostos për punëtorët cilët do të angazhohen në ditët e zgjedhjeve, punëtor teknik në për institucionet cilat menaxhohen nga komunat e Republikës Kosovës dhe cilët mirën me para përgatitje teknike për procesin zgjedhor. Do të thonë, këtë kosto, nivelit KCZ-ja, po mendon t'ja bart komunave padrejtësisht. Pra, KCZ-ja është institucioni i cili ka legitimitet të plot për organizimin e zgjedhjeve. Edhe në këtë rast, kostoja financiare për punëtor teknik, cilët angazhohen gjatë ditëve të zgjedhjeve, duhet të mbulohet apo të mirët nga KCZ-ja, e jo nga komunat. Do të thonë, këto veprime nga institucionet qendrore po e dëmtojnë jashtëzakonisht rënd buxhetin e nivelit lokal, dhe për shkak këtyre veprimeve, buxhetet komunale po zvogëlohen jashtëzakonisht shumë, po edhe nuk ka mundësi të ketë investime kapitale nëpër komunat tona, pra në mënyrë të drejtë për drejtë, qytetari i Republikës Kosovës do të dëmtohet.